Shllaku, një nga zonat me potencial të veçantë dhe burime të pasura turistike, ka qelur zyrtarisht sezonin turistik për vitin 2026, me synimin për të tërhequr një numër gjithnjë më të madh vizitorësh vendas dhe të huaj. Kjo iniciativë u ndërmor nga banori i zonës, Mark Gjeka, dhe u mbështet nga Bashkia Vaudijës. Zëvendës kryetaria e bashkisë, Aleksandra Gjoni, theksoi rolin e rëndësishëm të komunitetit lokal, duke vënë në dukje përkushtimin e banorëve që kanë zgjedhur të mos migrojnë, por të qëndrojnë dhe të investojnë në zhvillimin e shllakut. Turizmin e kemi plan kryesor apo prioritet në bashkinë tonë, pasi për shumë arsye, por do të cilësoja dy. Pikë parë, sepse ne kemi një natyrë të jashtëzakonshme e cila është shumë e bukur dhe i ka gjitha bukuritë e saj natyrore të gërshëtuara shumë mirë njëra me tjetrën. Po arsyeja tjetër është sepse ju ka juve, që jeni një shumë punëtor, që jeni vazhdimisht të angazhuar për me promovu këtë vend dhe gjitha këto bukuri dhe jeni të gatshëm të punoni me punë të jashtëzakonshme pavarësisht vështirësive që keni. Dhe do shfrytëzoj edhe rastin t'ju falenderoja që nuk shkoni mu largu, por vazhdoni investoni edhe kontriboni në vendin tuaj. Sepse fal jush, ky nuk është vetëm një vend i bukur, por është edhe një vend i gjallë edhe i cili po zhvillohet gjithmonë më shumë. Ne si bashki jena gjithmonë të angazhuar për me e promovu, por edhe me siguru një turizëm sa më të pastër, qetë edhe që të ketë që më ofru për vizitorë që vinë këto, fal personave si puna juaj që kontribojnë nëpërmjet bizneseve tyne, por edhe nëpërmjet stafit tonë bashkisë. Në kuadër të hapjes së sezonit, u organizua një aktivitet promovues në natyrën piktoreske të zonës, ku të pranishmit patën mundësinë të shijojnë bukuritë natyrore, ajrin e pastër dhe ofertat turistike që shllaku ofron, si kampingu, lundrimi dhe aktivitetet rekreative. Ky event shënon një hap të rëndësishëm në promovimin e shllakut si një destinacion turistik gjithvjetor, duke nxjerrë në pa potencialin e tij për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm natyror. Emisioni Pusho Shqiptarçe do të sjellë një material më të zgjeruar rreth këtij organizimi.